publikisht është herë e parë që unë e them këtë. Ku ka më mirë se sa të flasësh për një njeri që unë përulem me respekt si luftëtar i Kosovës. Unë nuk merrem me politikë, se çfarë ndodh pastaj kur ti je në shtëpinë tënde është problemi jot. Ti ke vëmendjen time kur ti je në hall. Ku ka më mirë se sa ti t'ja veshësh këto virtyte Hashim Thaqit? Kur vjen puna për luftën. Ka plot, unë jam i ndërgjegjshëm. Unë nuk kam ndonjë në hije, unë jam shumë i edukuar me të gjithë letërsinë e Kosovës, me të gjithë historinë e Kosovës, i di të gjithë, me emra, me mbiemra sigurisht. Por unë mendova që ky personazh, që në një mënyrë që unë vazhdoj të mos e trurim, nuk e përtypën dot. Si mundet një njeri që ka luftuar për lirinë e vendit e tij të qëndrojë në burg? Unë nuk arrita kuptoj këtë. Ore sikur ai t'ishte, kushdo që t'ishte. Le t'ishte një Amerikan, le t'ishte një Gjerman, një Italian. Vetëm historia do më shqetësonte. Si mundet? Se nëse ke prova ti i nxjerr, nëse ti s'ke prova, do të i gjesh provat, pa hyrë ato, unë nuk merrem me detaje. Unë jam marrë me luftën e Kosovës.